problemi kam ata fëmijët që mërzisin fëmijët të tjerë. Edhe mendoj që gjithmonë detyra e familjarëve që t'i edukojnë edhe t'i thonë pse nuk duhet ta lëndojnë dikë tjetër për asnjë arsye. Tani do t'i bësh pyetjen? Jepi Rajan. Rovena, çfarë do t'i thoje këtyre këngëtarë që shkurtojnë edhe ndryshojnë fjalët të gjuhës shqipe? Çfarë do t'i thosha? E thjesht mos e bëni. Po unë nuk i dëgjoj ato këngët që shkurtojnë fjalët, fare, kanë bërë stop, blok. Po pse të mërzi? Se ka këngë shumë të bukura, më të bukura. Pse të dëgjoj ato me fjalë kot më kot? Po pse dëgjoj këngë bukura? Po pse të mërzisin ty? Më prishin shijet. Dhe unë këngën e dëgjoj që të bëhem e lumtur, që të jetoj mirë. Kënga të rregullon, të zbukuron jetën, të zbukuron mendjen. Po këngë për të qeshura ke dëgjuar? Po ka plot këngë që të shkrihesh fare kur i dëgjon, këngë pa kuptim. Që janë kështu rakash drakas, kanë as tekst as muzikë as gjë, edhe bëj dhe hit ato. Dikur ka pasur këngë shumë të bukura që të bënin për të qeshur. Parodit, po, ato do kartoj më malon, valje shkoj në lumë, 600 dasmor, këto ishin këngë që na bënin për të qeshur apo jo? 6 net pa gjumë. Rofsho malo, që naftove, rofua, qa kanë qënë të Jo, dje nuk e ti po bëja një provë, kësha një podcast, një intervjist për bërë, dhe mora një moment mikrofonit dhe më kështë më një kështë si tipe eko, ja? Edhe i thash tani po më duke dujtja si këngëtarët që hapin dasmët edhe thonë, stonte kemi dasëm, do martojmë Rovenën, hajde moj Rovena. Po këto këngët, ka një gjë të lezetshme me thënë drejtën. Këto këngët tipike shqiptare që e ngren. Po kot nuk jam bërë. Publiku në këngë. Do martojmë malën, thotaj. Po Rovenën do ta martojmë ndonjë Rovenën? Po martove ti do këndoj unë. Ashtu martohet, prap martohet. Rovena vetëm ka një gjë nuk bën dasma sa herë martohet. Prandaj se di ti. Okej, kuptova. Shumë nice. Është antidasëm. Kuptova. Vazhdoj me pyetjen tjetër, do m'japi Ajla një pyetje të bukur. Para se të them pyetjen. Do këndosh dhe ti? Jo, do të përshëndes dikë. Çfarë do të përshëndes babin që e kam në punë dhe e puth fort. Shumë mirë. Të shikon babin nga klani im ty nga telefonit, shikon nga hapi, shumë mirë. E përshëndesim babin punëtor që ka turni 2 babi sot, apo i 3 fare. Do t'ja bësh pyetjen tani Rovenës? Rovena, po ti ç'ne që ke bërë këngë për gjethen e Dafinës, apo të pëlqen nga që i jep shumë shije supës? Tash unë nuk e di që Dafina hidhet në supë, unë e di që hidhet në një gjellë që quhet koqinisto, që bëhet me qep dhe me mish viçi. Ç'ishte kjo moj motor? Koqinistoja quhet. Koqinisto. Po. Shqipja po është. Po, e përdor jugu tash se. Dhe është super gjellë, bëhet me qep të vogla ose me qep të ndara. Po pse ka këtë emër, dua di nga se vjen ky emër. Po mund të jetë ande nga fqinjë tan, por çun si ka jugu kështu e quan. Okej. Ande nga zona e, Dhe prandaj dega e Dafinës nuk është bërë për këtë gjellën. Dafina është një nga drurët shkurret më të bukura, më aromatik dhe më krenar që është bërë deri edhe kuror Dafine për fitimtarët në Athinën e Lash. Mos të duka gjë si derun, ty që ma bërë kështu tak. Ama jull. Qa ka ndodhur? është gjë për të thënë këtu, apo do t'a di vetëm mund e ti sekret? Jo. Mirë, në kohën e publicitetit ma thua dhe do t'a rregullojmë atë çështje, okej? Tani, pyetje, tani nuk do më ndërprisi se kam një moment shumë të bukur, do bëjmë pastaj një hapësirë publicitare dhe do kthehemi me pjesën e dytë, do këndojmë, do bëjmë shumë qef. E kishte pyetjen Ajla që nuk e përfundoi Ajla. Po, e përfundove pyetjen Ajla, do t'i kërkosh diçka ti Rovenës apo t'ja kërkoj unë? E di atë këngën ti që quhet Dega e Dafinës apo nuk e di se ke dëgjuar asnjëherë në jetën tënde? Shiko, unë në televizionin Klan kam prezantuar në fakt edicionin e parë të Kënga e Shekullit. Edhe nuk e di, gjethet e Dafinës që ke kënduar ti. Ne ishim bashk. Ka qenë një këngë që unë ty aty të kam adhuruar 10 herë më shumë si këngëtare dhe kam shumë dëshirë që ti të na sjellësh një pjesë asaj këngë në piano live këtu në atë mënyrën tonë të thjeshtë siç i bëjmë ne këngët. Edhe kam Në qiellin ton prej gjakut ton bleron ti. Jo nuk bleron, po lulëzon Dafi. Ne deshëm vetëm të lulëzon të këto jeta. Të katër stina t'i kish gjithmonë ajo të blerta. Ne si dhurat Dafi
këndo pak fillimin. Blerim rinor në përjetësi. Dafine bukur o kuror, e thurur për lirin, e veshur me blerime plot kjo tokë. Agimet pret, agimet vetis gjor. Edhe strofën e parë. Degën e dafinës e lëkundi, rahu i një sogu në një. Ditët i përcjellin njëra tjetrës, gazin e pranverave të jetës. Limos dizdari ku do që t'jesh, kompozitori i më i dashur, të dua pa fund, edhe po ja them në mënyrë publike, sepse ka qenë ndoshta kompozitori që e kam adhuruar kaq shumë sa që kam këmbgulur kaq shumë të këndoja Degën e Dafinës dhe Bozhurët në këngët e shekullit. E din të gjithë sa vështirë ishte, por ai atëre më dha leje dhe unë e dua shumë, e falenderoj, është një gjigant. Muzikë që nuk kthehet dhe nuk riprodhohet më. Në pjesën e dytë të këtij spektakli me Rovena Dilon do dëgjoni dy momente të tjera fantastike dhe një pjesë tjetër pyetjesh pas publicitetit, duke falenderuar partnerët tanë të biznesit të cilët mundsojnë këtë program që është argëtim për gjithë familjen.